Në prag të sezonit turistik është rritur ndjeshëm kërkesa për fuqi punëtore nga ana e bizneseve, veçanërisht në sektorin e hoteleri turizmit. Pozicionet më të kërkuara për momentin janë ato të kuzhinierëve dhe ndihmës kuzhinier, të cilët vazhdojnë të jenë profesionistët më të kërkuar nga bizneset vendase. Kërkesa është e lartë edhe për punonjës të tjerë si banakier, punonjës shërbimi, roje, punëtor krau në ndërtim, si dhe konsulent në menaxhim. Nga të dhënat zyrtare të zyrës së punës, vetëm gjatë këtij muaji janë regjistruar 52 persona të rinj si punëkërkues të papunë, të cilët janë orientuar drejt vendeve të lira të punës. Në total, aktualisht janë 1855 punëkërkues të papunë të regjistruar, ndërsa gjatë muajit janë punësuar 32 persona. Sipas zyrës së punës, pritet që gjatë sezonit të verës kërkesa për punonjës të rritet akoma edhe më shumë. Një tjetër risi pozitive është edhe përfundimi me sukses i kurseve profesionale për profile si elektricist, kuzhinier dhe mekanik, ku disa nga të diplomuarit janë tashmë të punësuar pranë bizneseve private. Prioritet për vendet e lira të punës u jepet gjithmonë personave të regjistruar si të papunë në sistemin e zyrës së punës. Së shpejti do të hapet edhe kursi profesional për parukeri, i cili ka zgjuar interes të lartë pasi ofron certifikat të njohur edhe jashtë vendit. Gjithashtu, programet e nxitjes së punësimit janë të hapura gjatë gjithë vitit dhe çdo subjekt privat që dëshiron të punësojë mund të aplikojë pranë zyrës së punës ose online në platformën puna.gov.al. Deri tani kanë aplikuar 5 biznese në fusha të ndryshme dhe pjesa më e madhe e punësimeve ndodh menjëherë pas aplikimit.